I zgjedhur i 25 dhjetor, një mrekulli e fshehur e Krishtlindjeve po shpaloset, vetëm pak do ta vënë re. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Mirë se erdhe në këtë video të veçantë kushtuar datës 25 dhjetor, jo si një festë tradicionale, por si një prag i vërtet shpirtëror, një moment i heshtur por thellësisht transformues energjetik. Sot, në këtë ditë të veçantë të 25 dhjetorit 2025, do të flasim gjatë për këtë ndryshim që ndodh brenda nesh, pa zhurmë, pa dramë, por me një fuqi të jashtëzakonshme. Kjo video është krijuar duke u zhytur thellë në çdo aspekt, duke të dhënë kohë për të reflektuar dhe për të ndier këto fjalë në zemrën tënde. Le të fillojmë me një hyrje të gjatë për të vendosur tonin. Imagjino një botë ku errësira arrin kulmin e saj, por pikërisht në atë pikë, pa asnjë shenjë të dukshme, fillon kthimi i dritës. Kjo është esenca e 25 dhjetorit si prag shpirtëror. Shumë njerëz e shohin këtë ditë vetëm si Krishtlindje, por përtej festës, ajo përfaqëson një stabilizim energjetik global, një moment kur energjia kozmike ndryshon drejtim në heshtje. Është si një frymëmarrje e thellë e tokës pas dimrit të gjatë, ku sistemi ynë nervor, shpirti ynë, fillon të dalë nga gjendja e tensionit dhe të hyjë në një paqe të vërtetë. Ky ndryshim nuk është i zhurmshëm. Ai ndodh brenda, si një valë e qetë që lan të gjitha plagët e vjetra. Dhe sot do të zgjerojmë çdo pikë të këtij mesazhi duke shtuar shembuj, reflektime personale, shpjegime të thella dhe këshilla praktike që ti të mund ta integroni këtë energji në jetën tënde. Pika e parë, një reset energjetik. Le të qëndrojmë gjatë këtu, sepse kjo është baza e gjithçkaje. 25 dhjetori përshkruhet si momenti kur drita stabilizohet pas errësirës së gjallë. Pas solsticit dimëror që ndodh disa ditë më parë, dielli fillon të kthehet ngadalë, por pikërisht në këtë datë, energjia arrin një pikë kulmore të qetë. Është një reset i vërtet energjetik për trupin dhe shpirtin tonë. Sistemi nervor që ka qenë në gjendje fight or flight, atë gjendje mbijetese ku jemi të tensionuar, të shqetësuar, të gatshëm për luftë me botën, fillon të ndihet i sigurt. Pse ndodh kjo? Sepse energjia kozmike e lidhur me kthimin e dritës na sinjalizon se errësira ka mbaruar. Trupi ynë, që është i ndërlidhur me ciklet natyrore, fillon të relaksohet thellë. Mendoni për këtë, gjatë muajve të dimrit, ne jemi ekspozuar më pak ndaj dritës së diellit, çka rrit melatoninën dhe na bën më introspektiv, por edhe më të lodhur emocionalisht. Por në 25 dhjetor, pas kulmit të errësirës, fillon një stabilizim. Është si një buton reset në kompjuterin ton të brendshëm. Shenjat? Ndjeni një lodhje të ëmbël, por jo shkatëruese, një dëshirë për të qëndruar në heshtje, pa nevojë për të bërë gjëra të mëdha. Ky reset nuk është dramatik, nuk do të zgjoheni një mëngjes dhe të thoni, "Oh, gjithçka ndryshoi." Por gradual. Sistemi nervor largohet nga mbijetesa dhe hyn në gjendje ri për të rritjeje. Shembull personal, shumë njerëz raportojnë se në këtë periudhë, ankthi i tyre zvogëlohet pa arsye të dukshme. Është energjia që punon. Nëse je duke e ndier këtë, dijeni se është normale. Lejoje të ndodhë. Uluni në heshtje disa minuta çdo ditë, frymëzoni thellë dhe imagjinoni një dritë të butë që hyn në trupin tuaj, duke pastruar tensionet e vjetra. Ky reset është dhurata më e madhe e kësaj date, një fillim i ri energjetik që përgatit tokën për mrekullitë e ardhshme. Dhe tani, le të kalojmë te pika tjetër, por mbajeni këtë ndjenjë në zemër. Pika e dytë, mrekullia e heshtur. Kjo është një nga pjesët më të bukura dhe më të nënvlerësuara. Shumë prej nesh presin mrekulli të mëdha, ngjarje dramatike, ndryshime të papritura, sinjale të qarta nga qielli. Por mrekullia e vërtetë e 25 dhjetorit është e heshtur, e fshehur, pa zhurmë. Ajo ndodh brenda jush, pa fanfara. Shenja kryesore? Një neutralitet i qetë.
papritur gjërat që më parë ju stresonin thellë, një debat medik, një problem financiar, një frikë e vjetër, tani nuk ju prekin më. Ju ndiheni çuditërisht të qetë, edhe pse rrethanat e jashtme nuk kanë ndryshuar ende. Pse quhet neutralitet? Sepse nuk është eufori e detyruar, por një paqe e thellë, neutrale, ku nuk reagoni më me emocione ekstreme. Është si të shikoni një stuj nga një dritare e sigurt, e shihni, por nuk ju lag. Kjo qetësi është prova se ndryshimi ka ndodhur. Shumë njerëz e përshkruajnë si një zbrazti të këndshme, ku mendja nuk vrapon më pas ankthit. Le të zgjerojmë me shembuj. Imagjino që dikur një kritik e vogël nga shefi ju bënte të mos flini natën. Tani, e dëgjoni, e pranoni, por nuk ju ha mendjen. Ose një marrëdhënie toksike që ju mbante peng, tani e shihni me distancë, pa urrejtje, pa dhimbje intensive. Kjo është mrekullia e heshtur në veprim. Ajo nuk vjen me shpërthime, por me zhdukje graduale të reagimeve të vjetra. Dhe pse ndodh pikërisht tani? Sepse energjia e kthimit të dritës pas errësirës maksimale na mëson se gjithçka është kalimtare, por paqja e brendshme është e përhershme. Nëse po e ndjeni këtë neutralitet, festojeni në heshtje. Mos u përpiqni ta analizoni shumë, thjesht vëzhgojeni. Është shenja që shpirti juaj po integrohet me një frekuencë më të lartë. Dhe kjo na çon te pika tjetër. Pika e tretë, çlirimi nga marrëveshjet e vjetra. Këtu hyn në thellësi shpirtërore. Shpirti ynë mban marrëveshje të vjetra në ndërgjegjeshëm, besime që na kanë udhëhequr, por që tani na pengojnë. Shembuj klasik, duhet të vuash për të merituar sukses, duhet të punosh pa pushim që të mos mbetesh pas, lumturia vjen vetëm pas sakrificës së madhe. Këto modele vijnë nga edukimi, shoqëria, përvojat e kaluara. Por në këtë prag shpirtëror të 25 dhjetorit, ato fillojnë të lirohen pa luftë, si ndodh. Thjesht humbasin fuqinë. Nuk ka nevojë për terapi intensive apo betejë të brendshme, ato zbehen vetë. Është si një kontratë e vjetër që s'ka don natyrshëm. Energjia e stabilizuar e dritës pas errësirës na ndihmon të shohim se këto besime ishin iluzione mbijetese, jo të vërteta absolute. Papritur, ndjeni të lirë të pranoni mirësinë pa faj, të pushoni pa frikë se do të humbisni, të pranoni sukses pa vuajtje, zgjerim. Mendoni për njerëzit që papritur lënë punë toksike pa panik, ose fillojnë të thonë jo pa justifikime. Kjo është çlirimi në veprim. Në nivel energjetik, trupi ynë liron hormone të stresit të akumuluara dhe shpirti integrohet me një vetdije më të lartë. Këshill, nëse ndjeni se një besim i vjetër po zbehet, shkruajeni dhe falenderoni për mësimin që ju dha, pastaj lëshojeni. Ky çlirim hap hapësirë për gjëra të reja. Pika e 4. Autoriteti i brendshëm. Një shenjë tjetër e fuqishme është zhvillimi i autoritetit të brendshëm. Papritur, nuk ndjeni më nevojë të shpjegojeni te të tjerët, të kërkoni miratim apo të justifikoni zgjedhjet tuaja. Heshtja juaj bëhet siguri, jo vetmi. Kjo vjen nga stabilizimi energjetik, kur je në paqe me veten, nuk ke nevojë për validim të jashtëm. Shembuj, dikur thoni po për të kënaqur të tjerët, tani thoni jo me qetësi. Ose heshtni në një debat, jo nga frika, por nga fuqia e brendshme. Kjo është maturimi shpirtëror. Energjia e 25 dhjetorit na mëson se autoriteti i vërtet është i heshtur, i pathyeshëm. Pika e 5. Rregullimi i fatit. Së fundi, kur bota e brendshme stabilizohet, realiteti i jashtëm riorganizohet vetë. Mundësitë vijnë pas forcim, pa ankth. Nuk është fati rastësishëm, por përputhje energjetike. Ti vibron në një frekuencë më të lartë dhe bota përgjigjet. Mesazhi përfundimtar. Nëse po ndjeni qetësi të thellë, mungesë dëshire për luftë me realitetin, dijeni, ndryshimi ka ndodhur brenda jush. Ju jeni bërë pjesë e mrekullisë. Fati juaj po ndryshon natyrshëm. Faleminderit që qëndruat deri në fund. Reflektoni, ndjeni dhe lejojeni këtë energji të punojë.
bekime të mëdha në këtë prag shpirtëror.